Një tha më shumë t'i branqe. Ta se për një i mujt ati bëj. O, shokë të shath dhua, aty më ranë fikë. Kër tha i mujt, a shia, nonën, tjë. Do t'i majti qik me këshu. Ja 2 ditë, pasaj më tha, mua verë, tha ku t'i qojta, se ka tha, desha me t'gac mu i qika. Edhe i qovje. Ka qenë gallat ke puna të radheqës. Kujtoshin njerëzit fillim se bëjmë shaka na, po të radheqja ishte në tamë të vërtet. Po. Ata borçlit e mi, thosh në orë të shok, ti s'ke lek me na thonë lek, ne e fa për lalës, fa e jef ke lek. Më ma forta ka qenë ati tjetrit, si kishte lek si puna të radheqës. Tha si s'ka lek, tha i breth me rolls, ta me lek maj. Dhe os ta happy birthday, po si ori tha jap lek maja, tha me rolls i dhitën. Ka të forta me oquna. Ka historia, pës... Po e mund tha i shohu, tha oj, tha, po sigur nuk shko, tha me na i majt ka shumë lek. I thash, o vlaj, thash një këtu, sa i është shumë lartë, thash me leke, me këshu, i thash, akëto. Ja japim 30, ja mos t'ja kërkojme, thash. T'ja japim me i shini, thash, t'i fusim pun, edhe i s'dona i kërkoj do, thash. Akëto. Jo, kështë kujtojt njani, so jam budallatë të the historie e vërtet, për shkët natë. Më kërkon njerë mu 15.000, po 15.000. Edhe kisha pak besim, ta thamë sinqerisht. Po mi kërkojnë kohën e duhur shkërdhati, se sa më kishin, sa i pata morë, unë i kisha lekta ditë me vetët, thamë drejtë, në Itali. E të shvarilisht, ja dhash. Ne këta ma boni trunin dhalt, ja dhash. Më nënë korrekt. Pa mi prunë, direkt. Me thonë drejtën, ditën që më tha mi prunë. Ata që dojnë me të fikë, Bravo. Ndo shel ble se a din të e pashtë zotin, të kom vlasët. Na e lejki këtu kësa a din shelbi. E din shelbi. Edhe, ja dhash. Bas, si mi prun, të ta shpjegoj pak ma në detaja. Ti si klient privat, ka nevoj që të rregullesh o borrin, po zanj o borrin tem që kam. O borri jëtë ba 30.000 euro me ta rregullu. Ti me drejt, nuk ka drejt pagush ma shumë se dej 10.000 euro, dej 9.999 euro lek dore. Po në qofë se ti, këto lek, ka 30.000 euro, ka një restoran dhe t'hin lek dore dhe i ka deklaru më shtet, po shemull, ashtë prap pak e vështirë të m'japish mu, unë ti mosh si firmë ti lek dore, se bëj deklarimin edhe paguj taksin edhe ishe lek ke banka. Problemi është se po të më kapin policia mu me ato lek, unë di tham ja faturën, i ka morë ke filan klient, sa fatura që thët e emrin tanë, një se spionë e unë, se ti mi ka dhënë lekët, se mi ka desht me faturë. Do të vinë ti edhe është problem, po shemull, edhe bahet, nuk asa na i gja e madhe, po nuk mund të mori shumë atë konsiderushme. Shemull, 5.000, 10.000, që shtu, kapak. A disa quna në vishën në burg mu për 5.000 lek në burg u dha në Francë. Për 7.000 lek, për 10.000 lek. Që ja këshin kap. Edhe olës me thonë drejten, shisha pjesa që futesh ke firmat dhe që janë korekte me taksa, me çdo gjë, nuk ka lek dora, shumë problem me pas lek dora, që mu për zotin më kap më vras kam lek dora. Se janë lek se bëj punimet, për shembull unë kam i tender me komunën tani, për shembull tu punu me komunën, komuna vëlla ti fut lek në banka, jo, sa në shtet. Po s'bëhet fjallë? Po edhe ato lek nuk është problem me i qita burkallë, lëj, po është problem. Po si ti për shumë me blej gjona, me paguj gjona, pagutim? Po, pagun, sa është problem fare për atë pjesë. Nuk është problem, për shembull, se të morish materiale, për shembull, unë kë karriera materialeve, po merret makina me firmë. Na igua i themi, si se thash. Shkon për shembull kë karriera, ata e të blesh, ron, zhavor, shimenta. Në Spanjë, shifra edhe. Ha? Ta kështë e blej hotel të në Spanjë, kësë themi. Po thuj, kurse puna firmës, për shembull, ka drejt të morish çdo gjë, po vetë se duhet fatura, për çdo gjë duhet fatura me bë kontabilitetin.
Po një firmë nuk është në ashe thjeshta menaxhesh korrektësisht, që do me thonë, kur tham unë, nes, a i tërheq do të kash. Jo, o shelb, tërhek shumë pak o vlla, po prapa është problem për zotin. Nuk i tërhek. Jo, nuk i tërhek. Me pak lafe, jo. Jo, sepse duhet një justifikim, pse i more këto lek. Duhet justifikim. Mund ta bësh një herë, di, traj, okay, në rregull, nuk bim sy, po ta bësh vazhdimisht, apo të mori shumë të konsiderueshme. Po, duhet të më punë shumë për shembull, ti në firmën mund të kesh 10 milionë euro, po s'pa të justifikim. Ekonomi vërtet, ku jemi legjenda televizionit. A ka bë gol në herë, bongo Fabio, jo, në bank vlla, jo asnjëherë. Nuk kam bë gol kur në bank. Gol kam bën taksa, për shembull duke manovru, ku më deklaru pak, ku më kanë dhënë herë në punë zez, për shembull si më kanë dhënë lek. S'mund t'i bësh gol bankës vlla, si bën gol bankës, gol i bën bankës, bën një kredi mos ja paguaj, po ti ashtu i ka bë gol vetës. Bankës e në vetës, se të morish te 100-200.000 euro, a në kujton se pështova jeta është e gjatë, a kupton? I ka bë problem vetës. Jeta është e gjatë, thuj e shok, po ku ja fut do të shtetit, edhe dhe favelare e ka fut shtetit. Më kanë bloku një mund, po vlla të blokojnë, po me falimentu firmen, e me lanë me borgje, si funksionon. Po vlla, Franca nuk pa e du t'ja pagush borgjet, ti kthen ty Franca, kurse Itali nuk e kam ide. Vlla janë ekonomi të rëgjodi, vlla, ama këta ku ganë. Dhe lekë se një shiosh. O vlla, ka menira si i shion sa të dush. Pa janë, pa legu është për qef vedhe, vlla, janë, ka menira sa të dush. Këtu në Francë është. Ka menira, o burë. Është katastrofë se duhet me deklaru çdo gjë, se s'lajnë la merdë. O, albanese, din, o vlla, ku t'leu shtafi, par zotin. Ku t'leu shtafi. O shelbi, as Franca, o vlla, as Franca. 300 euro në ditë ka drejt me kartë bankë, o shelbi. 300 euro në ditë ka. Qa keme me kartë bankë, më? 300 euro në ditë ka drejt me tërhek lekdora. Po janë, të rëtë zotin, vëllazë. Si 300 euro? Po 300 euro, qëtet, me pas të milion, as t'leje ma shumë Franca. Po me pagujt e zemë ti me dalë për shef, si për shdo 2000 euro? Me kartë? Po. Ti për shef në klub nate? Po. Po ju, o vlla, shoh bonë dhe? Si shoh bonë, zirë ti ketë 1 milion euro. Po si janë tujat, janë të firmës. Si janë tujat, janë të firmës. Po firma është e jote, vlla. Po s'ka drejt, unë jam punëtor i firmës, edhe pavarësisht është emja, unë i bëj rrog vetes çdo fund muju. Për shembull i shes 1.000, 2.000, 5.000, varet se si kam nevojë atë unë personale, sa lek dhe më duhen, për shembull edhe i bëj rrog vetes. Po e vlla, ti të nësi bërë rrog vetes, ti e si për marë, sa e pronare, ti se mo qëtërunë. Po s'ka lidhje. Si s'ka lidhje, vlla, ti e pronare, ti a janë lekë të tua, shok, a e ke boti me... Po janë të firmës më zemra ime, nuk janë... Ja fute kot 3.000 euro tash. Pse ja futa kot pa të regon pak ti me që si nif këtë taksat? Ha për këtë muhabet, për këtë gjahu majon një me mëgjes me muhabet, se kja zana dhe jem. Olci, ati si ashtë puna firmës, vla. Kure ka firmë, për shemull, individuale, ka të drejt me prish lek të firmës, ose do paguaj taksat, që do prish prej firmës. Po, vla. Ka të drejt, Olci, vla, që ka të drejt të zbojt fare, vla, se këty ma të punë merë, të shumë se do t'jap me nutit. Atërës, Olci, po vla, mos t'geli me një rand, të quna, se nuk është... Jo, kur ka një kompani, për shemull... Ja, i sekundë, për se, nuk është turë për quna, i gjonat që nuk i di me pytë, se po nuk pyte, do vdesësh i një rand, do vla, do të me pyte, shok, se së është turë, po vla me pyte, se nuk kena litë ditur, nga zero, kena mësu, nga ka mësu baba si hajtë buka, nona, nga ka mësu zysha me fol, kuptau, kena mësu në jetë, nga të pyte, me të kena mësu, vla, se ngelli një rand, edhe unë po e pyte, se nuk marrë vesh nga kjo fush, vazhdo famë,
Atëherës janë, për shembull, kur e ka firmën, kur e ka SRL, janë këto SRL-jat janë ka lloj firmash faktike që bëjnë. Po në Itali kam pa unë që kam jetu tani, i shoh shumë gabim disa shqiptarë që vetëm mëten në hapin një firmë, që do të thonë thotë unë kam firmë. Po nuk quhet firmë ajo, se hapin një firmë që ta shpjegoj shkurt të shqip individuale që i bi partita IVA në Itali. Partita IVA, për shembull kur ti bën pret fatura punon edhe sa rrit me paguaj taksat, shken taksat taj 500.000, 1 milion euro. Po jap një shembull, I ke ti si individ personalisht ti paguajsh ato. Kurse kur hap një firmë SRL edhe bash veti diti, i ngelin kret gjanat, i ngelin firmës, bërgjet, nuk i ngelin pronarit, për shembull kush e ka kriju firmën, a kupton? Se ka siguracion në për çat punë. Në Itali kam pa unë majtën direkt partita IVA. Po partita IVA të gullë, vlla, se partita IVA e ka ti si person, si individ. Do me thonë ti Fabio nuk, ti do me thonë, Unë s'kam individuale fare, për shembull, nuk kam shumë. do me thonë ti po s'pate lek kesh, po s'bone në i punë shumë të zezë, në i shpi të zezë, ti lek kesh s'prish këto? Po s'bone në i shpije, se po sot erdhe me më rregullu mu e zezë, po them, do më rregullosh banjën, që i me lekët të zezë. Ti s'pas një lek kesh, shumë. Po s'kam pra unë, po shish tam për zotin, am ka pa një herë të kem lek në përdurum. Pa na i pive ti kafen me i ujë? Se s'dalin lekt. Ja, në llogarit djali. Ka drejt paguish me kartën e bankës kur shkon e pin kafe për shembull mëngjes. Nuk është problem me kartën e firmës. Po atë faturën duhet me dhën fatura. Jena e merrni ashon për shembull llogaritares faturën i bën gramull gjitha për në fund muajit, ta kupton? Në pjetë, ka rregulla, orte, nëse ti duhet jesh i rregullt 100% me shtetin e me këto, se kështu të i bën në paqavure, ka për merë leke, e bësh atë dush, se sa tu tonë kur gjan, taj për momentin, jo, po kur të binë mrapa, a kupton? Kur bojnë bledhin fund vitit, a? Po pra, po sa në fund vitit, mos harro se fut çdo gjë, po shembull, fut goma makinash, revizione që i ka bën makinave, naftën, ka shumë avantazhe, me thënë drejtën. Ka shumë avantazhe, për shembull, kur je i rregullt 100%. Si i fut këto? Po i futë për gjatë vitit që i bën faturat, për shembull, as kur i ndron gomat makinës, makinën a kam në emër të firmës unë, po e fut faturën, atë që ta paguash me kartën e firmës. Po pra makinën e firmës tash po, dhe sikur me qanë makina ime personale, se taj ka mogër njerë një gjë. Qa thot kjo njoni i shoku im tu që thot merë të vëshën mapsh, qa të vëshën e merë? Po e merë të vëshën, çdo 6 muaj, e rikuperon. Ato lek një merë kesh apo i më më bank? Po jo në bank, o zemraj. Jo në bank. Qia no, pjata. Pa qa ku me vesh olësi, va vera olësi. Po, nuk ka se ka naj përfitim të moth, a kupton? Gjithë jetës merë jep, vari, ka. Nuk ka se ka naj përfitim të moth. Kurse, për shembull, unë s'du të flasë për tu se kam pas bot TikTok një 7 muaj, kam pas folë frangjisht, kam pas lyme ato francesë për natë. Sa patën fillu të ushat dhe një gruk në ka Shqipëria në pa ta hikun më atëherës, edhe... Na pjo hongë kjo. Sa po vjetë që ishte letë dhe këta të shamet? Magër bedha në pëlla frangjisht në komente se më gacmoshin njerëzit. Nese varilesht, por ka lëllë manovrash që merë lekë, se s'du të fëlli këtu, po varilesht. Po si që pole shumë për lekë, të vla që do me mësu t'i këta për keshë, Allah mësoj për mirë këta jo për keshë. Quna boni të regullt, punoni, edhe kjo ka të mirë kjo. Ishtë jenë taksa shteti shini rëpë, sa të keni mundësi, më falni për fjallorin, sa të keni mundësi se shteti francesë kush ja shi modrë. Po jetë ditë njerë nejve, sa të me karar. Po, hana, thu i ki qetri, po ta tha mund të ajnë live. Pyte Olësin sa taksa pagun, se di Olësi s'ka kompani. Orësi, 300 euro. 300 euro taks ka orësi për
për copë. Ka kompani kafja, thët Olsi. Po që më thëmë, 300 euro për pako. A di në Olsi, eksistojnë kompani anonim, që të s'mund të di shkur se kush a prenari. Si boti? Për zotin e ka bon, eksistojnë edhe në Europë, po prapë... Eksistojnë... Po patëm shumë edhe 250, po varet. Eksiston edhe në Europë, po prapë kur qenë për në gjikata, kur bën në i gjanë shkelje kështu të nxjerrin, kurse Dubai ka bën një stil o shok. Jo të shkësh në gjikë, shku të dush, nuk del, s'ka shans me del për nërja ka bën një. O serio. Jo, e ka bë dhe Dubai, O Shelba, i maj. Po, vaj. Po, plata, po. Nuk e gjetë do të emrin o Uzer. Kur e bën firmën anonim, trus. Po, vaj, po. Kur e bën firmën në Dubai anonim. Po, vaj. Po, shkon t'i ku kënjo 70-80.000 me kriju ato në Dubai. Po Fabio, s'po naftën benzinë, sa më ndish pak vlasa. Si po sa? Kur rriti o plata? Së të ndjek dot, e shtypë më së të ndjek dot. Në qa veni rriti plata? Ta se në firma eme se kapitel ka. Që di për zotin e ku pas vlerësu për a një 2 vitësh, a një vite gjithë se disa ka 1.2 milion euro. Mjetët dhe me tha një mjetë e punë e këshon si shkënë, si total shpenzime e gjanë. Nuk quhet, vetëm kapitali të thonë. Alicante, sot jashe Gjovani.